Kërkesa jonë ndaj ZRE-s dhe ndaj Ministrisë e Ekonomisë dhe gjitha akterëve tjerë është shumë konkrete dhe e qartë. Të pezullohet vendimi i shtrejtimit për 15% si që është paralajmëru i energjisë elektrike. Asnjë cent ma shumë, asnjë cent ma shumë, asnjë cent ma shumë. Çdo cent që jepet për faturën e energjisë është goditje për punëtorin e pastrimit, për mësuesin, për infermierën, për punëtorin e supermarketit. Këtë të na është edhe populli interesant, kur të nish në për uda, në për salonën, në për kafe, thujnë, krejt kena me dalë, për shtrejt rrima, krejt kena me dalë, sa t'jenë të pi qaj. Si ta krynë punën, nuk njën kush ma që o shtrejt. Dhe ke kryeministri kënë herë për para, dhe ke na flemi në qëmër, edhe në energji. E tash rritë 3 fish, 300% rritë rrimen, kjo është e patolerueshme. Populli i cili është i zhytur në kredi dhe borxhe nuk e meriton absolutisht nga asnjë institucion, nga asnjë qeveri që të vështirësohet edhe më tepër jeta. Kërkesa jonë ndaj ZRE-s dhe ndaj Ministrisë e Ekonomisë dhe gjitha akterëve tjerë është shumë konkrete dhe e qartë. Të pezullohet vendimi i shtrejtimit për 15% si që është paralajmëru i energjisë elektrike, të rihapët një diskutim i gjerë në të cilin edhe ne do të bashkëpunojmë, edhe ekspertët e grupit të cilët janë bashku krejt vullnetarisht do të bashkëpunojmë, të bëhet një plan i qartë, afatgjatë, një strategji e cila do të nxjerrë Kosovën një herë për gjithmonë prej problemit energjetik. Zonja ministre, leqe nuk ka pas gatishmëri të dëgjoj kërkesa tona. Mirë pa jo, fatkeqësisht edhe ka përdorur fjalë që s'do të duhej për qytetarët dhe për ata që spajtohen me këtë propozim për shtrejtim. Te Ministria e Ekonomisë do t'i lëm të gjitha parullat, komentet, adresimet që i kemi pas, e ata kur të kthehen në ditën e hënë, t'i marrin parasysh kërkesat tona ose protestat tona do të masivizohen derisa ata t'i përfillin ato. Asnjë cent ma shumë, asnjë cent ma shumë, asnjë cent ma shumë. Kecit të dashën qytetar, kecit ju ka fa fyti prap. Edhe për mja lok fytin, kecit jenë mobilizu Ministria Ekonomisë, ZRE-ja, Presidenca edhe qeveria, po na nuk keme leju këto. Çdo cent që jepet për faturën e energjisë është goditje për punëtorin e pastrimit, për mësuesin, për infermierën, për punëtorin e supermarketit, për punëtorin e kekut, e ndërsa korrizin e krejt kinve fiton veç keci. Keci, vit mos viti keci po abuzon me rritjen e çmimeve. E në korriz qytetarve, kjo barë po rënon çdo ditë ma shumë. Krejt po në mashtrojnë, po rrugë tjetër këtu nuk ka, veç nacionalizimi. Ku është kontrata e kecit? Ku janë investimet? Ku janë furnizimet 24 orë me rrymë? Ne kena morë në televizion të ngjulojmet, e kena morë vesh për protest edhe kom botë arsysh me medalj, se na myten me ta. Një muaj ka orë 60 frangi, 2 muaj ka orë 75, që kuj 3 orë 85. Që 3 muaj që kanë hypë këta se, jo veç pej par djeshja, pej par që ti djesh. Investime s'ka sen që ka thonë zëti, rrima për det hypë, unë se di që shmë një dalën bolë, populli me përbalua këtë krizë jo bo. Pa punësim të malë, s'ka me malë dhe faqe zezë. Këtë të na është edhe populli interesant, kur të nish në për uda, në për salonën, në për kafe, thujnë, krejt kena me dalë, për shtrejt rrima, krejt kena me dalë, sa t'jenë të pi qaj. Si ta krynë punën, nuk njën kush ma që o shtrejt. Kem dalë, normal se jemi të paknaqër, se qysh se 4 vite, gati 120% është rritë rrima, edhe duke një që neve, sidomos njerës që janë në pensione, si mund të egzistoj me kësi farqmime është pa matura edhe shumë të larta. Ishim edhe me familjen, po ata u shpërndonë në meta është të pak. Kjo është shumë, është të mërshme, më thonë të drejten, të rritet rryma, ku na jetojmë, dhe ke kryeministri kënë herë për para, dhe ke na flemi në qëmër, edhe në energji. E tash rritet 3 fish, 300% rritet rrymen, kjo është e patolerueshme. Pa Albin Kurti, kjo është
Po shife që ka hinë funksion mafia energetike